Aktivitetet për këtë vit, shoqata e shkrimtarëve të Shkodrës i mbylli me promovimin e botimit të 10 jubilar të antologjisë Pena e Shkodrës 10. Seria e kësaj antologjie nisi 10 vite më parë për të mbërritur në ditët e sotme gjithnjë më të suksesme, vlerësohet nga kryetari i shoqatës së shkrimtarëve të Shkodrës, Zia Vukaj. Kjo është një punë që ka filluar para një dekade dhe sot kemi mbërrit tek edicioni 10 i antologjisë poetike Pena e Shkodrës. Ky është një libër i cili ka 50 autor këtë radhë. Autorët janë të hapësinës shkodrane, paraprakisht janë të gjithë anëtarët e shoqatës së shkrimtarëve Shkodër, pra kanë krijimtarinë e tyre letrare në këtë vëllim. Përveç këtyre ka edhe autorë të tjerë, pra nga të gjitha trevat shqiptare, dhe i kalon saqet gjeografike të Shkodrës duke u bërë një nga antologjitë letrare, po them më aktive të letërsisë sot në Shqipëri. Vukaj theksoi se kjo antologji përbën një pasuri të çmuar jo vetëm për letërsinë në Shkodër, por në tërësi për letërsinë shqipe. Kjo është një pasuri për jo vetëm për fondin letrar të qytetit Shkodrës, pra të rrethit të Shkodrës, por është një pasurim për gjithë letërsinë shqiptare, sepse mund të bëhet objekt studimesh për çdo studius apo lexues apo mësimdhënës apo hartues tekstesh, të cilët nëpërmjet kësaj serie të gjatë antologjike mundën me mësua edhe prirjet e zhvillimit të letërsisë në dekadat e para të shekullit 21. Promovimi i botimit të 10 të antologjisë Pena e Shkodrës 10 u shoqërua edhe me leximin e krijimtarisë së botuar në poezi dhe prozë nga veç shkrimtarët e pranishëm. Antarët e shoqatës së shkrimtarëve të Shkodrës gjatë këtij viti kanë patur një angazhim të konsiderueshëm edhe në aktivitete të zhvilluara në qytetet e tjera, si dhe në treva shqiptare për te kufirit apo pranë shoqatave të emigrantëve.